Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Këtë javë kam përgatitur këtë antibiotikun natyral, është shurup për kollë dhe për ftohje si për të rritur ashtu edhe për fëmijë. Jep një super rezultat dhe sot mendova që ta ndaj me ju pasi jam e bindur që do ju ndihmoj, sidomos tani që jemi në kohë virozash dhe temperaturat ndryshuan menjëherë. Atëherë do ju nevojitet një gjysëm qepe e kuqe. E pastrojmë, e ndajmë në copa dhe pasi e ndajmë përpiqemi t'i ndajmë pjesët nga njëra tjetrën në mënyrë që të jenë të lira për tu lidhur me përbërësit e tjerë që do përdorim. Pasi e kemi ndarë në copa, e vendosim në një vazo qelçi. Do përgatisim edhe një kokë hudhër. Koka e hudhrës që unë kam përdorur ishte e madhe, prandaj dhe unë mora rreth 10-12 thelpinj hudhër. I pastrova, nëse i keni produkte të kopshtit si qepën dhe hudhrën akoma më mirë. Hudhra që unë po pastroj, unë e kam marrë nga kopshti i vjerrës time dhe kisha pak vështirësi për ta pastruar, por ndryshojnë shumë me ato që ne blejmë në treg. Gjithsesi mund ta përgatisni edhe me hudhër supermarketi. Gjithsesi hudhra është një antibiotik shumë i mirë natyral, kështu që luan një rol shumë të rëndësishëm në këtë recetë. Pasi i kemi pastruar, i ndajmë në copa dhe do vendosim edhe hudhrën në vazon e qelçit. Do pastrojmë 2 zhardhok xhinxheri. Nuk e kam peshuar, por me sy ja kaq masa dhe do t'i ndajmë në copa. Ndarja në copa bën që ato të lëshojnë sa më mirë vlerat e tyre që kanë. Pasi i ndajmë me copa, i vendosim edhe ato në vazo dhe 2 deg rozmarine. Nëse xhinxheri nuk ju gjendet apo nuk e preferoni, mund ta zëvendësoni me limon ose me portokall. Do shtojmë 200 gram mjalt, mjalti duhet të jetë shumë i mirë dhe pasi e vendosim në vazo, do ta përziejmë shumë mirë me lugë druri. Këtë e theksoj, është shumë e rëndësishme. Pasi e kemi përzier shumë mirë, mbyllim kapakun dhe e lëm në temperaturë ambienti për 24 orë. Duke e kthyer her pas here dhe duke e lëvizur, pasi do shihni që përbërësit do ngrihen lart dhe mjalti do ulet poshtë dhe mund ta ndryshoni pozicionin e vazos. Pas 24 orësh do shikoni këtë masë që po shihni tani në video. Qepa bën që mjalti të hollohet. Pasi ka kaluar 24 orë, e kullojmë mirë në një kulesë çfarë gjendet në shtëpi dhe do ta ruani në frigorifer masën e kulluar. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Konsumohet një lugë gjelle e madhe për të rritur dhe një lugë çaji për fëmijë 3 herë në ditë pas buke. Kjo recetë vlen për të gjithë ata persona që nuk kanë asnjë alergji nga përbërësit që janë përmendur në recetë. Faleminderit.